planetin e xixave, ku çdo ëndër është një fillim, çdo yll është një shkronjë, çdo fëmijë është një dritë. Mirë se vini në udhëzimin për te i reve, për te i yjeve, drejt një botë që vetëm zëzëllonja din ta kryoj, botës së ëndrave. Me raketën tonë kozmike, keni mbledhur guximin, lojën tonë burqer dhe dashuri dhe për të mësuar dhe do të fluturojmë drejt planetin të ëndrave. Aty ku çdo fëmijë ëndërron me sytë hapur, aty ku lodra flasin dhe yjet vallëzojnë, mbyllini sytë për një çast dhe jeni me ne në botën tonë të ëndrave.
Të nderuar të ftuar, prindër, familjar, gjyshe e gjyshër, kolegë të nderuar, përfaqësues të institucioneve, miq të përhershëm të Xixëllonjave. Ju uroj mirëseardhjen në një program të veçantë, në programin e përcjelljes së parashkollorëve të këtij viti, në moton nga planeti i Xixave drejt universit të dijeve. Mirë se erdhët të gjithë në këtë fluturim galaktik xixëstik. Në planetin e Xixave, sot me gjithë ekuipazhin e Xixëllonjave, me mësues, edukatore, bashkëpunëtor, jemi përpjekur që të bëhemi gati për lancimin në fluturim të raketës Xixëllonja 2025. E mbushur me shumë buzëqeshje, me përqafime, me dije dhe ëndra, ajo do të niset drejt universit të dijes. Edhe sot në një kohë që dëgjojmë për raketa që mbjellin frikë, pasiguri dhe urrejtje, ne do të lëshojmë raketën tonë Xixëllonja 2025 plot dritë, plot dashuri, plot shpresë, sepse çdo fëmijë është një yll, edhe çdo yll është një premtim për një të ardhme më të mirë, për një botë më të mirë, më të drejtë edhe më paqësore. Ju ftoj të bëheni gati për një mbrëmje të paharruar. Le të duartrokasim me zemër çdo hap të xixave tona, edhe çdo dritë që ata kanë ndezur në jetën tona. Fluturim të mbar drejt universit të dijes. Pa humbur kohë, do doja të ftoja në skenë dhe krye'imamin e Mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit, zotni Ali Bardhi. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nderuar kryetari i Mexhlisit, ish kryetari, krye'imami i krajes, nderuar drejtoresh së bashku me stafin e foshnjores, të nderuar nxënës, prindër, nena e baballar, gjyshe e gjyshe, dajallar, gjithëve ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira e Zotit qoftë mbi të gjithë juve. Është një nder dhe kënaqësi për ne si përfaqësues të Mexhlisit këtu, që të marrim pjesë në këtë eveniment shumë me rëndësi, në këtë ditë dhe në këtë orë shumë me rëndësi që po përcjellim këto nxënës në moton nga planeti i Xixave drejt universit të dijes, ku gjej rastin që në emrin të institucionit t'i uroj gjithë fëmijët, gjithë prindërit, inshallah t'i keni me jetë dhe të vazhdojnë në rrugën timin e tyne, pra duke fillu në klasën e parë e me tej, inshallah. Nuk është koha për fjalimet gjata, por do të ndaja me ju një moment se si ka fillu kjo çerdhe, qysh në fillim, ka qenë sakrificë e madhe, ka qenë sakrificë e madhe për stafin, për profesoreshën Suelen, e cila ka qenë si thushe vetmja në fillim, me disa kolege të saja, por që gjithmonë është mundu edhe është përpjek që ta bëj punën sa më mirë, dhe në njëjtën mënyrë edhe Mexhliset e me përpashme, edhe ato që janë të sot, edhe kryetarët e me përpashme, janë mundu që ta mbështesin foshnjoren. Megjithse, ka pas ndonjëherë raste kur është thënë që ma prioritet kanë imamet, sepse në shumicën e rasteve nuk kemi të pagum si të thush sigurimet apo diçka tjetër, po gjithmonë është mundu në këtë drejtim që Bashkia Islame jo vetëm drejtohet vetëm në aspektin e xhamis, pra duke kry obligimin, detyrimin imamet tanë, por njëherët edhe një kontribut shumë e rëndësi që e fillon nga çerdhja, nga momentet e para duke i eduku këto fëmijë dashur.
Dhe kjo vjen edhe si rezultat i nënshkrimit të marrëveshjes që është bërë në vitin 2012 ndërmjet Bashkisë Islame në Malin e Zi dhe Qeverisë e Malit e Zi, ku është parapar që të ketë edhe foshnjore pra në kuadrin e Bashkisë Islame në Malin e Zi dhe në gjitha mezhliset apo këshillat që janë në rrethe. Andaj, unë nuk do të zgjatem me tej, e vetëm se ajo që është më rëndësi që duhet kemi, edhe ju keni zgjadhur rrugën e më të mirën që i keni prunë fëmijët në këtë foshnjore, pasi siç thotë pejgamberi alayhis salatu vesselam, edukoni fëmijët 20 vjet para se të lindin. Dhe ajo që ju keni bërë, domethënë, përveç edukimit tuaj në familjet tuaja, po njëherit i keni përcjellë edhe të fëmijë me mësimet më të mira edukative, arsimore që janë përgatitur për me fillu shkollën fillore. Edhe njëherë, unë ju uroj gjithë këtyne fëmijëve që kanë përfundu, atyne që janë në vijim do të vazhdojnë. Foshnjorja e jonë, ndoshta do t'i përcjellin drejtoresha, ka 180 fëmijë aktualisht, është punu që me blej, domethënë në mezhlisin e ri kur ka ardhur zotni Blerimi, baraktari, që blejet edhe një pjesë aty te medreseja, edhe te xhamia që do të punohet, edhe aty inshallah shpresojmë që të bëhet një ndërtim më i madh, i cili do të ketë kapacitet më të madh për të pranuar. Kërkesat janë shumëta, por elhamdulillah ka që është mundësia, edhe shpresojmë që inshallah më të ardhmen edhe të rrisim kapacitetet. Unë ju uroj gjithëve fëmijëve të keni me jetë, Zotit ju aruaj ata, gjithmonë me gëzime e mbarësi dhe i paçi gjithmonë me jetë, edhe të kenë sukseset e tyne në jetën e metejme. Zoti ju rujt inshallah. Selamu alejkum. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi Didilojna të vogla. Sot do të fluturojmë me ëndrat tona drejt të universit të dijes. Me raketat tonë kozmike të fluturojmë shumë lartë, të udhëtojmë se ndërrojmë shumë, se çdo ndër është një hap drejt sukseseve pafund. Me raketën tonë kozmike, se të rojmë në gjallësi. Ti ta prezua sa që të mbushin si në tane. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.
kulturën e gjumë edhe të fëmijëve të bukura shumë. Sa shumë ndajone kukën e tonë, ndër të fëmijëve me dhe në poshtot. Në ndër bosh në shtëpi, në kosht e në bolt, në zhok e ndër tonë të me mështit të lartë. Në poshtë një qyteti me pallate të larta, plot në shtëpia, të regjit e pastra. Unë poshtë lëndër, tokën e gjërë, e madhe së vota e afton për të tërë. Në ndrën time një kështëri, asru të së mundja arbërfëri. Të gjithë fëmijëve, unë juroj të gjithë ndër të tyre të realizojnë. Në këtë univers gigant, shumë planete ka. Disa janë të vegjël, disa janë të mëdha, disa janë të nxehtë, disa të ftoftë janë. Si xixat tona të vogla, të gjithë të rëndësishëm janë. Me teleskop në gjithësi dhe të vështrojnë planetet tani. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night a light with the brightest colors fill my head. Million dreams to keep me away. Sa jam kurioze në qel kur shikoj, diku mes yj është planetet po kërkoj. Ja ku është një atje në rend, si kur vazon bashkë me ne. Ja afër diellit mërkuri flakëron, në tutje Marsi marsianët prezanton. Një tjetër shoh dhe ti e njen, është toka ku jetojmë ne. Me teleskop në gjithësi, unë udhëtoj sa mrekulli. Ja Jupiteri dhe ti besoj e din, nga gjithë planetet më i madhi është ai. Është plot me gaz, urani blu, po ta tregoj e ke këtu. Dhe Venera me drita po shkëlqen, plot me unaza, Saturni prani vjen. Plutoni është planeti gjut, e mbrum Neptuni më në fund. Me teleskop në gjithësi, unë udhëtoj sa mrekulli. Me teleskop në gjithësi, unë udhëtoj sa mrekulli. Udhëtimi ynë vazhdon, do të dalemi të sensacion. Këtu do të njihemi me yjet e dijes që planetin e zizave ndriçon. Me kruzitën dhe gjuarësinë e tyre ngjajnë si meteor. Me sova të shuar, me sova të lexoj, me sova shumë vjesha u të rezitoj. Kam një shok të dy tokë shkojmë ora pa mërzi, më tregon me meson shumë gjëra që si di, pa përtim me dorim shoko im, më ndihmon dhe ky është kush e di, libri im që më mëson. Një qiri undes në dhomen e,
Nisa të shoh, lexova një libër, kur freskia hyr, kur një dritare u hap, nisa të frymëzohem. Lexova një libër, një dorë e but flokit mi ledhaton, nisa të ndjej, lexova një libër, paç një fëmijë që duke ndryshe nga unë, nisa të kuptoj. Lexova një libër dhe shpërtheu agimi me të gjithë gjërat e tij, nisa të mësoj. Hajde! Është ëmbël karamelja, është ëmbël çokolata, është ëmbël ravanio, po jo lakra dhe sallata. Hajde! Është ëmbël mana ferë, molla dardha dhe qërshie. Është ëmbël edhe rushi, por jo limoni dhe citroni. Është ëmbël o këjoja, është ëmbël tofi, ndoshta e ivi. Është ëmbël edhe panxari, nga I cili deshe qedhi. Shuim ëmbël edhe mjalti, po jo kypa dhe piperi. Lexova Kimi. Si janë hurmat portokalli, mandarina edhe me pa. Si janë speci edhe domatja, guza apo qepa. Kam një mik një shoq të mirë, plot në ngjyra dituri, edhe mami edhe papi sa të vënë si ai. Kam një mik një shoq të mirë, kur nga vetja nuk e ndaj, në çdo faqe në çdo pram, një kujtim të
Në një cep në universit, në planetin e xixëve, të zëllor një ma fort sa i dreqoj, pilotet e vegjël janë gati të fluturojnë. Hapat e tyre bën këngë, lëvizje bën dritë, majtës djathës fluturojnë, vallëzojnë në hapësirë. Directions dance! 1, 2, 3, are you ready? Jump to the left, jump to the right, left, right, left, and right. Jump to the left, jump to the right, left, right, and right. Jump to the front, jump to the back, front, front, and back. Jump to the front, jump to the back, front, freeze. Down and up, down and up, down and up, down and up, clap to the left, clap to the right, left, right, and right. Clap to the left, clap to the right, left, right, and right. Clap to the front, clap to the back, front, and back. Clap to the front, clap to the back, front, down and up, down and up, down and up, down and up. Lish në martet baron, kalon maje, kalon pyje, ushën e për me si bje, por the lumi ka po rrugën si se dhe në kut gjumi. Pushiva o fesët merkur, aj nuk o shofer, pa shofer e pati mund, cili va drejton lumi rrugën e gjenë vetë se ka mollë për ty u detë. Salule sole, umë pranver, salule dole, salule mole, salule kace, salule shqera, da njerë dhe thoi, eri pranvera bukur, si nusi pranvera bukur, si nusi esho, për të rije të na për të qërë. Rian. O për koroshe, si se gëzën, ti të shmonë me shpitin tem. Qeli lulle pjeshka, qeli edhe dardhë, sa lulle të kuqe, sa lulle të bardhë. Mas të puni lulle të kuqe të bardhë, ata bën modha, ata bën dardhë. Allahu është një, i vetëm i përse, Këtë si gjithësi është mi vetë mi zot, a i kënë qenjë, a i kënë tokën, malet fushat e tet, a i kënë botën, henën si janë dhe të borën, a i lëshon, shtok i dhës në tokë, Allahu dëshmon. Dimri i kup panga pak, Malo u vesër ka borë, pranvera në troken, në praku vesër më të hola. Natyra nisër bukurohet, e be me lullëzojnë, që qatë vogël edhe ninat, zhojt e pem që qërojnë. Në të qeshur të gëzuar i pusjeshin pranverë, dhe i prindin të duar shumë se i një lullja jetë.
Bicikleta ka dy rrota, kole nga shoditet bota, tring, 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 dhojnë zilja vogël me timon, shoke shoqe me vin pas, kulur bicikleta nga string, tring, tring, dhojnë zilja vogël me timon. Universi sërish përjeton të vegjël le të ftojnë ata për të ndriçuar skenën, me ritëm, dije dhe dashuri për gjithësinë e përformonet të tyre ndërplanetare.
shkojnë ma fërishëm, universin e kryoj, me hyje dhe planete që njeriu të studioj. Sot është një ditë feste, plot me emocione të mëdha. Dikur fëmijë të vegjël me lodra në duar, sot me të rritur me shumë kujtime të bukura. Me dritën e Didillonjave, me zemër do të fliturojmë drejt universit të dijes. We're
Në udhëtimin tonë me ëndra shok, nga planeti I xhigjave, që ndrit yje pa fund. Ne xixëllonja të vogla me shumë dashuri, ju premtojmë shumë dritë, dije dhe krenari. Suse në ka një letër. Xixëllonja, kemi letër nga komandantit e galaktikës. A ta lexojmë? Të dashura Xixëllonja, ne jemi komandantit e galaktikës, kujdestaret e gjithë yjeve dhe planeteve në univers. Na ka ardhur një lajm I jashtëzakonshëm. Në një cep të bukur të botës, në planetin e xixave, ka xixëllonja të vogla që janë gati për të fluturuar drejt universit. Ju kemi parë nga larg si keni mësuar, si keni luajtur, si keni qenë fëmijë të sjellshëm dhe si keni ëndrruar. Keni ndriçuar më fort se çdo yll në qiellin ton. Tani është koha për të nisur udhëtimin tuaj të madh drejt universit të dijes. Atje ku librat janë yje, shkronjat janë kometa dhe çdo përpjekje është një hap drejt pafundësisë. Tani është koha të merrni certifikatën tuaj galaktike, dëshminë e parë që keni qenë yje të shkëlqyeshëm në universin ton të dijes. Me dashuri galaktike nga komandantët e galaktikës. Dëshminë e të gjithë komandantëve të galaktikës është gati të marrim certifikatat për secilin prej parashkollorëve. Rea Osmani. Rea Osmani. Hajde se më. Kaona Kastrati. Tajra Resulbegović. Anda Husić. Ajana Mehmedović. Inara Luković. Inaja Lazorja. Ne penales, ne penal. Bravo! Dea Kraja.
Shkenca Dermaja. Një rrugë pa fund, pa kufi, kaluan çdo vështirësi. Me guxime Dina Hoxha. për shëmbite dite Dina Maja. Haje Dina. Dorë për dore, lot me shpres. Bravo. Në I japim jetë. Esra Muçović. Të veçën e ma vjeti, uritëm ne bashkë me ty. O kopësion Siara Kaçanić. histori, turone veç nga rësi. Të veçën e Jona Kollari. uritëm ne bashkë me ty. O kopësion në histori, Melina Malushi. nga rësi. Me. Sa lulet e bukura. Ditë e madhe për E ato eto. Ajana Kraja. me shumë histori, sa shumë forqëri e dituri. Me guxime dhe murim, për shëmbite dite për ty. Ndër për Eliana Vukaj. plot me shpres, ëndrës tonë I japim jetë. Të veçën e Amera Beci. uritëm ne bashkë me ty. O kopësion në histori, turone Ara Lubani. të veçën e ma vjeti, uritëm ne bashkë me ty. Haura Gorana. O kopësion në histori, turone veç nga rësi. Aura Maraj. Adna Nimambegu. Diara Gjelović. Iraem Muçović. Bjorn Selaj. Bjorni, pëzim. Sillu me pas likën? Sillu me pa foton? Erand Gucci. Fatih Bardhi. Bravo, Fatih. Aydin Alić. Tarik Kelmendi. Faisal Ishmi.
Jon Tavica. Liam Zeneli. Noar Suleimani. Rian Çobović. Ahmet Dervişević. Amar Elezagić. Aron Alović. Jonier Senika. Edion Molić. Video. Po me telefon. Telefon bëj video. Emin Shatafa. Isaid Zeneli. Ayan Docic. Dayan Demirovic. Ayan Uykasi. Amr Kashoja. Noar Ramovic. Reshit Demiraj.